Shnet pagë 60 sekonda. A të ka ndodhur me hin Google ti nxa me kërku diçka para pacientit? Jo. Çka menon për njerëzit që vetë diagnostikohen pi TikTokut e pi Googlet? Unë i thonë këtyne jam mjek të vetë shkollur. A mendon që kosovarët kanë frikë me folë për shëndetin mendor? Po, definitivisht. Cila është mënyra më e çuditshme që që një pacient ka provu me shëru veten? Fas, qindra të fillu prej shkurjes të hoxha e deri tek përdorimi i rakis ose pirja e gazit. Pirja e gazit ka qenë një ndër ato më të çuditshme që kam dëgjuar. A vinë njerëzit në klinik ma shumë veç për m'ja ushpru barna se sa m'ju dhun këshilla? Po. Sa prej pacientëve menon që ka nevojë ma shumë për dashni se sa për ilaçe? 80%. A menon që burrat në Kosovë tuten ma shumë prej mjekut se prej policisë? Jo. A ka pas ndonjëherë pacient që e ki dasht ma shumë se sa që duhet? Jo. Edhe kishme qenë shumë e çuditshme.